Babai I tij quhej Arben Kodra, një nga biznesmenët më të pasur në vend. Emri I tij përmendej në revista ekonomike, në konferenca ndërkombëtare dhe në biseda të mbyllura ku flitej për miliona euro. Për publikun, Arbeni ishte simbol suksesi. Për djalin e tij, Erionin, ai kishte qenë gjithmonë një figurë e ftohtë, autoritare dhe e largët. Erioni ishte rritur në vila, me shofer personal dhe karta bankare që nuk ishin kufi. Ai nuk ishte punuar kur asnjë ditë të vetme. Çdo gjë ishte dhënë, jo fituar. Shkolla private, pushime luksoze, rroba firmato. Por marrëdhënia me të atin kishte mbetur gjithmonë e tensionuar. Arbeni e shihte djalin si të dobët, pa disiplinë, pa vlerë reale. Një mëngjes dimri, Arbeni vdiq papritur nga një infarkt. Lajmi tronditi median dhe biznesin. Por për Erionin ishte një goditje e heshtur. Nuk kishte lot publik, vetëm një boshllëk dhe një pritje e ftohtë. Trashëgimia. Pas ceremonisë mortore, avokati I familjes, Ilir Dervishi, thiri Erionin në zyrë për hapjen e testamentit. Dhoma ishte e qetë, me mure të veshura me libra ligjor dhe një orë muri që tik takonte me nervozizëm. Zoti Erion, tha avokati duke rregulluar syzet, testamenti I babait tuaj është I pazakont. Erioni buzëqeshi me vetë besim. 5 milion euro, apo jo? Ai gjithmonë fliste për to. Iliri nuk buzëqeshi, po, shuma është 5 milion euro. Por ka një kusht. Erioni ngriti vetullat. Çfarë kushti? Avokati hapi dokumentin dhe lexoi fjalë për fjalë. Djali im, Erion Kodra, do të trashëgoj shumën prej 5 milion eurosh vetëm nëse, për një periudhë të pandërprer për një viti, punon si pastrues rrugësh në shërbimin komunal, me orar të plot dhe pa përjashtime. Dhoma u mbush me heshtje. Çfarë? Erioni u ngrit në këmbë. Kjo është një shaka e keqe. Nuk është shaka, tha Iliri me ton neutral. Është kusht ligjërisht I vlefshëm. Nëse refuzoni, fondi do të dhurohet për bamirësi. Erioni ndjeu gjakun t'i ngjitej në fytyrë. Ai nuk kishte të drejtë ta bënte këtë. E kishte, u përgjigja avokati shkurt, dhe e bëri me vetëdije të plot. Në fund të dokumentit kishte edhe një shënim personal, I shkruar me dorën e Arbenit. Nëse nuk mund të pastrosh rrugët e këtij qyteti, nuk meriton të ecësh mbi to si milioner. Erioni doli nga zyra I tërbuar. Ideja që ai, djali një miliarderi, të vishte uniform portokalli dhe të pastronte mbeturina ishte poshtëruese. Por 5 milion euro nuk ishin pak. Dhe për herë të parë në jetën e tij, parat nuk po vinin falas. Ai kishte një javë kohë për të vendosur. Dhe kjo javë do të ndryshonte gjithçka. Mëngjesi erdhi pa zhurmë, por për Aronin ishte më I rëndë se çdo alarm. Ora shënonte 5:30 kur ai u ngrit nga krevati I ftohtë I apartamentit të vogël që I atij e kishte mbajtur gjithmonë për raste emergjente. Emergjent tani e kuptonte, ishte vetë jeta, uniforma portokalli vare mbi karrige. E thjesht, e lirë, me vija reflektuese që dukeshin si plag në dritën e zbet. Aroni e preku me gishta, sikur të ishte diçka e gjallë. Në pasqyrë fytyra e tij duke e huaj. Sytë ende krenar, por të lodhur, flokët e rregulluar, por pa kuptim. Për herë të parë, mbiemri I tij I njohur nuk kishte asnjë vlerë. Në oborin e ndërmarrjes komunale, burrat dhe gratë ishin mbledhur në heshtje. Disa pinin kafe nga gota plastike. Të tjerë qeshnin me shaka që dukeshin të konsumuara nga koha. Askush nuk I kushtoi shumë vëmendje Aranit, përveç një burri të gjatë me mustaqe të thinjura. Je I riu, apo jo? E pyeti ai duke I zgjatur një fshes. Po, u përgjigj Aroni me zë të ulët, unë jam Leka. Mos u shqetëso. Rrugët nuk kafshojnë zakonisht, Aroni buzëqeshi me zor. Kur dolën në rrugë, qyteti duke I krejt ndryshe nga këndvështrimi I tokës. Letra, shishe, bishta cigaresh, mbetje të vogla që askush nuk I vërente, por që tani formonin një botë të tërë përpara tij. Çdo hap me fshes I dukej si një rrëzim I vogël nga piedestali ku kishte jetuar. Kaloi një makinë luksoze. Dritarja u ul dhe një djalë I ri, I veshur shtrenjtë, qeshi, hej, pastrues. Thirri ai. Ke ndonjë ofertë sot? Aroni ngriti kokën, por Leka I preku krahun lehtë, lëre. Fshesa flet më shumë se goja, tha ai dita zgjati pafund. Duart I dhimnin, shpina ishte lagur nga djersa, dhe mendja I kthehej vazhdimisht te testamenti. 3000 ditë pune të ndershme, kishte shkruar I atij. Çdo ditë e dokumentuar. Çdo shmangje, humbje e trashëgimisë. Në pushimin e drekës, Aroni u ul mbi një bordur. Nxori telefonin, por nuk kishte asnjë mesazh. Miqtë e dikurshëm ishin zhdukur që kur lajmi për kushtin ishte bërë publik. Vetëm një emër I erdhi ndërmend, Elira,
ajo kishte qenë gjithmonë ndryshe. Nuk I kishte pëlqyer kur luksi I tepruar, as festat pafund. Kur e kishte marrë vesh për punën e tij të re, I kishte dërguar vetëm një mesazh. Nëse e bën këtë me zemër, do të ndryshosh. Pas punës, ndërsa po kthehej në shtëpi, Aroni e pa një plak që përpiqej të kalonte rrugën me një karrocë të vjetër. Pa menduar, vrapoi dhe e ndihmoi. Ajo e falenderoi me një buzëqeshje që I ngrohu diçka brenda kraharorit. Zoti të bekoft, bir, tha ajo. Pak njerëz ndalojnë sot, ai u largua pa fjalë. Për herë të parë ndjeu një ndjesi të çuditshme krenarie, jo nga parat, por nga veprimi. Në mbrëmje Aroni ul në tavolinë dhe hapi një blok shënimesh. Shkroi, dita 1 nuk I ka. Dita 2 nuk u dorëzova. Fjalët dukeshin të vogla, por kishin peshë. Para se të flinte, mendoi për të atin. A kishte qenë kjo vërtet një ndëshkim? Apo një dhuratë e maskuar, jashtë fshesat e ditës tjetër po prisnin? Dhe Aroni, pa e kuptuar ende, kishte filluar rrugën më të vështirë të jetës së tij. Atë që pastronte jo vetëm rrugët, por edhe vetveten. Uniforma portokalli I rinte rënd në trup, sikur pesha e saj të mos ishte pambuke plastik, por paragjykim. Arbeni e veshi ngadalë, duke u parë në pasqyrën e vogël të dhomës së zhveshjes. Për herë të parë në jetën e tij, pasqyra nuk I kthente imazhin e një djali milioneri, por të një punëtori anonim, një numër me shumë të tjerëve. Dola jashtë, mendoi. Nuk ka më kthim, rruga ishte ende gjysmë e errët. Dritat e llampave ndriçonin asfaltin e lagur nga shiu I natës. Fshesa metalike kërciste lehtë mbi gur, ndërsa kova me ujë përplasej pas këmbës së tij. 3 burra të tjerë punonin pak metra më tej. Asnjëri nuk foli, je I ri këtu? E pyeti më në fund një burr rreth të 50-tave, me fytyrë të gërryer nga dielli. Po, u përgjigja Arbeni shkurt, mos u mërzit. Rruga I barazon të gjithë. Këto fjale goditën më fort se sa priste. Ai kishte jetuar gjithë jetën mbi një piedestal të padukshëm, ndërtuar nga pasuria e babait. Tani, për herë të parë, askush nuk e njihte, askush nuk I hapte derën, askush nuk I buzëqeshte nga interesi. Ora kalonte ngadalë. Krahët I dhimbnin, shpatullat I digjnin. Një grua e re kaloi pranë dhe uli syt. Një burr tjetër hodhi një shishe plastike në tokë. Pa e parë fare. Arbeni ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë më parë. Pa dukshmëri në pushimin e parë ul në trotuar. Djersa I pikonte në ball, si quhesh? He pyeti burri I mëparshëm, Arben. Unë jam I liri. Jam këtu prej 15 vitesh. Kam pastruar rrugë më gjatë se sa kam fjetur. Arbeni buzëqeshi lehtë, por brenda ndjeu turp. 15 vjet. Ai mezi po duronte 15 orë. Kur u kthye në shtëpi atë mbrëmje nuk foli. Babai e pa, e vlerësoi me një shikim të shpejtë, por nuk tha asgjë. Heshtja e tij ishte më e fortë se çdo pyetje, ditët u kthyen në javë. Trupi filloi të mësohej, por shpirti jo. Çdo mëngjes zgjohej me një peshë në gjoks. Megjithatë diçka po ndryshonte. Ai filloi të dallonte njerëzit, gruan e moshuar që nxirrte qenin çdo mëngjes, fëmijë që shkonin në shkollë, burrin e pastret që flinte pranë stacionit të autobusit. Një mëngjes, pa një djalë të vogël që po qante pra një koshi, "Çfarë ke?" E pyeti Arbeni, "Kam humbur nënën", tha fëmia me slotësh. Arbeni la fshesën, ul në gjunjë dhe ndihmoi. Pas disa minutash, nëna u shfaqe dëshpëruar. Kur e pa djalin të sigurt, syti u mbushën me lot. "Faleminderit", I tha ajo, një fjalë thjesht. Por për Arbenin ishte diçka e re. Mirënjohje e sinqert, pa para, pa interesa, atë mbrëmje ai foli për herë të parë me babain. "Sot ndihmova një fëmijë", tha thjesht. Babai ngriti vetullën. Dhe u ndjeva mirë. Babai nuk buzëqeshi, por sytë e tij u zbutën për një çast. Një çast I vogël, por I rëndësishëm, megjithatë sprova e vërtet nuk ishte ardhur ende. Të nesërmen dikush bëri një foto. Një ish shok klase. Fotoja u shpërnda shpejt. Djali I milionerit, pastrues rrugësh. Komentet ishin mizore. Tallje, përqeshje, dyshime. Arbeni e pa telefonin dhe për herë të parë mendoi seriozisht të dorëzohej. 5 milion euro nuk ja vlente ky poshtërim, apo po, ai e mbylli telefonin, veshi uniformën dhe doli jashtë, fshesa preku asfaltin. Zhurma ishte e njëjtë si çdo ditë tjetër, por këtë herë Arbeni e ndjeu ndryshe. Nuk po pastronte vetëm rrugën, po pastronte veten. Mëngjesi e gjeti ardhi ndryshe. Nuk u zgjua me inat, as me atë ndjenjën e rënd të turpit që e kishte shoqëruar ditët e para. U zgjua me një lloj heshtjeje të brendshme. Ishte dita e parë që nuk u ankua me vete pse po bënte këtë punë.
Veshi uniformën portokalli, i hodhi një sy pasqyrës dhe për një çast nuk pa djalin e pasur që kishte qenë, por një njeri që po mësonte të qëndronte në këmbë. Në depo e priste mentori i tij i heshtur, Besniku, një burr rreth të 50-tave, me duar të ashpra dhe sy që kishin parë shumë. Ai nuk fliste kot. Çdo fjalë që nxirrte kishte peshë. Sot nuk do të jesh vetëm në bulevard, i tha. Do të hymë në lagjet e vjetra ishin ndryshe. Rrugë të ngushta, plehra të grumbulluara, njerëz që e shikonin me dyshim. Ardi ndjeu për herë të parë se ishte i padukshëm dhe njëkohësisht i gjykuar. Disa fëmijë qeshnin, disa të rritur tundnin kokën. Mos i shiko, i tha Besniku. Rruga nuk të pyet kush ke qenë. Vetëm nëse bën punën. Teksa fshinte mbeturinat pra një ndërtese të braktisur, Ardi pa një plak që përpiqej të ngrinte një thes. Pa menduar, la fshesën dhe vrapoi ta ndihmonte. Plaka e pa e habitur, faleminderit, bir. Nuk të kam parë më parë këtu, jam i ri, u përgjigja i thjesht, ajo buzëqeshi. Ishte një buzëqeshje e vogël, por për Ardin kishte më shumë vlerë se duartrokitjet që kishte marrë dikur në festa luksoze. Më vonë gjatë pushimit, telefoni i tij vibroi. Një mesazh nga një mik i vjetër, të pash sot. A je vërtet pastrues rruge? Ardi e lexoi, por nuk u përgjigj. Për herë të parë nuk ndiu nevojë të shpjegohej. Në mbrëmje, kur u kthye në dhomën e vogël që kishte marrë me qira, e priste një letër. Nuk kishte emër dërguesi, por e dinte kush ishte. Babai, nuk po të shikoj për të gjykuar, po të shikoj për të njohur. Vazhdo. Ardi e palosi letrën me kujdes. Nuk kishte asnjë premtim për parat, asnjë afat, vetëm një fjalë. Vazhdo, dhe për herë të parë ai e kuptoi se trashëgimia nuk ishte më gjëja më e rëndësishme që po fitonte. Drita e mëngjesit binte e zbehtë mbi asfaltin e lagur. Arbeni kishte mësuar ta dallonte qytetin nga zhurma e fshesës metalike. Kur rruga ishte e qetë, kur dikush nxitonte, kur dikush ndalonte vetëm për ta parë. Sot ishte një nga ato ditë kur pluhuri nuk ngjitej vetëm në rroba, por edhe në mendime. Ai tashmë kishte disa muaj që punonte si pastrues rrugësh. Duart i ishin ashpërsuar, shpatullat i dhimbnin çdo mbrëmje. Por diçka tjetër kishte ndryshuar më thellë. Mënyra si e shihte veten. Nuk ishte më djali i milionerit. Ishte Arbeni, punëtor i sektorit 7, me kartën e punës në xhep dhe me orarin e mëngjesit që nuk falte askënd. Një grua e moshuar i buzëqeshi teksa kalonte pranë tij. Të faleminderit, bir, i tha. Rruga duket më pastër sot, fjalë të thjeshta, por që i mbetën në mendje më gjatë se çdo lavdërim që kishte marrë më parë në zyrat luksoze të babait të tij. Por jo të gjithë ishin dashamirës. Nga ana tjetër e rrugës, një makinë e shtrenjtë u ndal përpakt. Xhami u ul dhe një zë i njohur e thirri. Arben, a je ti? Ishte Erisi, shok nga universiteti, tashmë menaxher në një kompani ndërtimi. Kostum i shtrenjtë, orë që shkëlqente më shumë se dielli i mëngjesit. Po, unë jam, tha Arbeni qetë, pa ndalur punën. Erisi e vështroi për disa sekonda i hutuar. Çfarë po bën këtu? Kam dëgjuar disa thashetheme, por nuk i besoja, po punoj, u përgjigj Arbeni shkurt. Po ti me gjitha të pasuri, Erisi e la fjalin pezull, si të kishte frikë ta përfundonte. Arbeni ndaloi, mbështeti fshesën dhe e pa drejtë në sy. Pasuria nuk më pastron rrugën. Këtë po e bëj unë. Makina u nis ngadalë, ndërsa Erisi nuk tha më asgjë. Arbeni ndjeu një pickim të lehtë krenarie, por edhe një hije dyshimi. Apo e humbiste vërtet veten, apo po e gjente. Në mbrëmje në dhomën e tij të vogël me qira, Arbeni hapi një zarf që e kishte marrë disa ditë më parë. Ishte nga avokati i babait, një përkujtues i ftohtë ligjor. Kushtet e trashëgimisë mbeteshin të pandryshuara. Punë e ndershme, pa ndërhyrje, pa përdorur emrin e familjes. Në fund të letrës kishte një shënim të shkurtër me dorëshkrimin e babait. Disa prova nuk janë për të thyer trupin, por për të pastruar mendjen. Arbeni e palosi letrën me kujdes. Për herë të parë nuk ndjeu zemërim, vetëm një peshë të rënd përgjegjësie. Ditët që pasuan sollën sfida të reja. Një mëngjes, një grup djemsh të rinj filluan ta tallnin. Hej, milioneri me fshes, qeshnin ata. Sa kushton ora jote, më shumë se paga jon mujore. Arbeni uli kokën dhe vazhdoi punën. Por brenda tij diçka u trazua. Më vonë gjatë pushimit, kolegu i tij mentor, një burr rreth të 50-tave, ju afrua. Mos i merr për zemër, i tha. Njerëzit flasin sepse nuk din të bëjnë gjë tjetër. Nuk është e lehtë, pranoi Arbeni, mentori buzëqeshi lehtë. Asgjë që vlen nuk është e lehtë. Por po të them diçka. Ti nuk po pastron vetëm rrugë.
po pastron para gjykime. Edhe kjo është punë e rëndë. Fjalët e mentorit I qëndruan gjatë në mendje. Një pasdite me shi, ndërsa Arbeni po mbyllte turnin, pa një djalë të vogël që rëshiti dhe ra në mes të rrugës. Makina po afrohej. Pa menduar 2 herë, Arbeni vrapoi, e kapi fëmijën dhe e nxori në trotuar. Gjuri I tij u përplas fort, por ai nuk e ndjeu me njëherë dhimbjen. Nëna e djalit shpërtheu në lot. Më shpëtove fëmijën, I tha duke I shtrënguar duart, një turme vogël u mblodh. Dikush e njohu. Ky është djali I atij biznesmenit të madh, apo jo? Për herë të parë, Arbeni nuk u ndjej turpëruar nga identiteti I tij. As krenar, thjesht njerëzor. Atë natë I shtrir me akull mbi gjuhë, Arbeni kuptoi diçka thelbësore. Trashëgimia nuk ishte vetëm 5 milion euro. Ishte prova nëse ai mund të qëndronte I drejtë kur askush nuk I duartrokiste, I fortë kur askush nuk e mbronte, dhe I ndershëm kur askush nuk e shihte. Dhe ndërsa qyteti flinte, Arbeni ndjeu se po afrohej një pikë kthese. Jo fundi I rrugës, por fillimi një prove edhe më të madhe. Uniforma portokalli tashmë nuk I dukej më si dënim. Ishte bërë pjesë e tij. Kur Arbeni e veshja atë mëngjes, nuk ndjeu turpin e ditëve të para, por një lloj qetësie të çuditshme. Pas 6 muajsh pastrimi rrugësh, shpinës I ishte forcuar muskulatura. Duarve u ishin trashur kallot dhe mendjes I ishte hapur një dritare që më parë mbante të mbyllur. Qyteti zgjohej me zhurmën e fshesës së tij metalike që përplasej lehtë mbi asfalt. Dyqanet hapnin qepenat, autobusët fishkëllenin, njerëzit kalonin pa e parë. Por disa tashmë e përshëndesnin. Një grua e moshuar I sillte çdo të hënë një gotë ujë. Një furr buke I jepte një simite të ngrohtë. Ishin gjëra të vogla, por për Arbenin kishin peshë më të madhe se çdo kartë krediti që kishte mbajtur dikur. Por ajo ditë do të sillte një përballje që nuk e kishte parashikuar. Teksa pastronte një cep pra një ndërtese luksoze, një makinë zezë u ndal. Dritarja ul ngadalë dhe një fytyrë e njohur u shfaq. Ishte Dritani, shoku I tij I dikurshëm, ai që dikur e thërriste për festa, udhëtime dhe projekte të mëdha. Arben, tha me një buzëqeshje që lëkundej mes habiz dhe keqardhjes. Arbeni ngriti kokën. Zemra ju shtrëngua për një qast, por nuk u fsheh. Po unë jam, u përgjigj qetë, çfarë po bën këtu, more? Dritani qeshi lehtë. Kjo s'është për ty, këto fjalë I kishte dëgjuar edhe më parë. Në ditët e para, ato I kishin djegur si acid. Sot, jo më, është puna ime, tha Arbeni. Dhe bëj me nder, Dritani heshti për një moment. Pastaj tha me zëmë të ulët. E di që babai yt la shumë para. Ka zëra. Nëse do, unë mund të fus në një biznes. Skepse të Arbeni e ndërpreu me një lëvizje të lehtë të dorës. Nuk jam gati, tha. Dhe nuk e di nëse do të jem ndonjëherë për ato gjëra si më parë. Makina u largua, duke lënë pas një repluhuri dhe një heshtje të rëndë. Arbeni vazhdoi punën, por mendja I rinte tek oferta. Jo sepse tu ndohesh, por sepse e kuptoi sa lehtë mund të kthehej pas. Sa e brisht ishte rruga e re që po ndërtonte. Më vonë atë ditë, shefi I pastrimit, zoti I lirë, e thiri në zyrë. Një burr I thjesht me flokë të thinjur dhe sy që kishin parë shumë. Arben, tha ai, kemi marrë një ankesë. Disa thonë se ti je ndryshe. Se nuk duhet të jesh këtu, Arbeni u drejtua. E priste këtë. Unë bëj punën time si gjithë të tjerët, u përgjigj, I liri e pagjatë, pastaj buzëqeshi lehtë. Pikërisht për këtë të thirra. Jo për t'u ankuar, por për të falënderuar. Ke disiplinë, ke respekt. Djemt të rinj të shohin si shembull. Këto fjalë goditën më fort se çdo fyerje. Ishin një njohje e pastër, pa interes. Atë mbrëmje, Arbeni u kthye në banesën e vogël që kishte marrë me qira. Hapi sirtarin dhe nxori letrën e babait. E lexonte shpesh, por sonte fjalët kishin tjetër kuptim. Parat do t'i marrësh vetëm kur të kuptosh peshën e uniformës që vesh. Jo atë që të jep pushtet, por atë që të jep dinjitet. Ai u ul dhe mbylli sy. Për herë të parë, nuk mendoi për 5 milionët. Mendoi për njerëzit që takonte çdo ditë, për rrugët që pastronte, për veten që po rindërtohej. Por jeta nuk të lejon të rritesh pa të vënë në provë. Të nesërmen një aksident I vogël ndodhi në zonën ku punonte. Një fëmijë rëshiti dhe u plagos. Turma u mblodh. Arbeni ishte I pari që vrapoi, I hoqi gjaketën, I lidhi plagën me një shami dhe qëndroi me të derisa erdhi ambulanca, një gazetare pas skenën. Aparati klikoi, disa orë më vonë, fytyra e Arbenit ishte në portale. Trashëgimtari milioner që punon si pastrues rrugësh. Telefonata filluan. Oferta. Presion. Zhurmë, Arbeni e fik telefonin, ai e dinte. Prova e vërtet sapo kishte filluar.
Qyteti u zgjua më i zhurmshëm se zakonisht. Jo nga makinat, jo nga tregtarët, por nga emri i tij. Arbeni e ndjeu që në momentin kur doli nga shtëpia, 2 persona e panë dhe përshpëritën. Një tjetër nxori telefonin dhe bëri sikur po shkruante, por po fotografonte. Uniforma portokalli duke I më rënd atë ditë. Në depo kolegët e shikonin ndryshe. Jo me zili, jo me frikë, por me kureshtje. Disa nuk dinin çfarë të thoshin. Vetëm mentori ju afrua dhe I foli si gjithmonë. Mos e lër zhurmën të thyej ritmin, I tha. Rruga nuk lexon portale. Arbeni tundi kokën dhe doli në sektorin e tij. Gazetarët nuk vonuan. Një grua me mikrofon ju afrua, Arben Kodra, pse po punon si pastrues rrugësh kur je trashëgimtar I miliona eurove. Ai ndaloi fshesën. Për rreth u krijua heshtje, sepse kjo punë ka vlerë, tha thjesht. Dhe sepse kam dhënë fjalën, a është ky një spektakël? Këmbënguli ajo. Një lojë për imazh, Arbeni e pa drejtë në sy. Spektakël është të jetosh pa përgjegjësi. Kjo është punë, mikrofoni u ul, kamera u fi, por fjalët kishin ikur tashmë. Në mesditë u thirr në zyrën e drejtorit të përgjithshëm të ndërmarrjes komunale. Një burr serioz me dosje përpara. Arben, situata po bëhet e ndërlikuar, tha ai. Media, presion politik. Disa thonë se po na përdor. Nuk kam kërkuar asgjë, u përgjigj Arbeni. Po bëj punën time si çdo ditë, drejtori pshërtiu. E di, por tani duhet të zgjedhësh, ose të kalosh në një rol simbolik, pa dalje në terren ose të largohesh për pak kohë. Arbeni u ngrit në këmbë. Nëse nuk dal në terren e shkel kushtin dhe veten heshtje, atëherë vazhdo, tha drejtori më në fund. Por dije, kjo do të kushtoj. Mbrëmja erdhi me një telefonat tjetër. Avokati I familjes, Arben, disa investitor janë të shqetësuar. Babai yt e kishte parashikuar këtë. Ka lënë një shtesë në testament, çfarë shtese? Pyeti Arbeni, nëse përdor famën, median ose ndikimin për përfitim personal gjatë kësaj periudhe, trashëgimia anulohet përgjithmonë. Arbeni mbylli syt për një qas. E kuptoj, tha pas telefonatës, doli në balkon. Qyteti shtrihej poshtë tij, I papërsosur, I ndotur, I gjallë. Ai nuk ishte më mbi të. Ishte brenda tij, një mesazh I rimbërriti. E lira, mos lejo që të kthejnë në histori. Ti je proces. Ai buzëqeshi lehtë, të nesërmen doli sërish në rrugë. Pa kamera, pa intervista. Vetëm fshesa, rruga dhe zhurma e asfaltit, dikush e njohu dhe tha me zë të lartë. Respekt, një fjalë. E vogël, e mjaftueshme. Por larg, diku tjetër, dikush po përgatiste një lëvizje që do ta vinte përballë tundimit më të madh deri tani. Qyteti ishte zgjuar herët atë mëngjes. Një mjegull e hollë mbulonte rrugët dhe dritat e shtyllave, dukeshin si sy të lodhur që vështronin kalimtarët. Arbeni ishte në këmbë që para agimit. Fshesa e tij qëndronte mbështetur te muri I depozitës, ndërsa ai shtrëngonte dorezat e dorezave të punës. Por këtë herë diçka ishte ndryshe. Nuk ishte lodhja. Nuk ishte as turpi që dikur e kishte djegur për brenda. Ishte një ndjenje e çuditshme qetësie. Si të ishte pajtuar me veten. Teksa filloi të pastronte rrugën kryesore, vurire njerëz që e përshëndesnin. Jo me keqardhje, jo me përbuzje, por me respekt. Mirëmëngjes, Arben, punë të mbar. Ai ngrinte kokën, buzëqeshte lehtë dhe vazhdonte punën. Në pasqyrën e xhamit të një dyqani luksoz, Arbeni pa veten. Uniforma portokalli, fytyra e djersitur, duart e ashpra, por syt ishin të ndryshëm. Ishin të kthjellët, të fortë, të sinqert. Ky jam unë tani, mendoi, dhe nuk jam I turpëruar. Një ftesë e paparashikuar rreth mesditës, teksa pushonte për pak minuta në një stol, telefoni I tij vibroi. Një numër I panjohur. Alo, Arben Krasniqi, po jam unë. Jam mentor Dervishi, drejtuesi një fondacioni social. Kam dëgjuar historinë tënde, Arbeni u shtang. Historinë time, po. Një djalë milioneri që punon si pastrues rrugësh për të fituar trashëgimin. Por që po e bën me ndershmëri. Do të doja të takoheshim. Ai mbylli telefonin dhe qëndroi I heshtur për disa qaste. Një vit më parë, askush nuk do ta kishte marrë seriozisht. Tani njerëzit donin ta dëgjonin. Babi e vëzhgonte agëhia nga dritarja e zyrës së tij të madhe. Babai I Arbenit, I liri, po shihte qytetin. Në dorë mbante një raport të trash. Çdo faqe përshkruante sjelljen e të birit. Mungesë ankesash, asnjë ditë mungesë, respekt ndaj kolegëve, ndihmë për njerëzit në nevojë. I liri e mbylli dosjen ngadalë.
Ai nuk është më djali që unë kisha frikë, tha me zë të ulët sekretarja e pa me habi. Iliri rrallë shprehte emocione. Dhe ende nuk e di të vërtetë më të madhe, shtoi ai. Një sëmundje e fshehur po atë mbrëmje, Arbeni u ndiej dobët. Një dhimbje e fortë në kraharore detyroi të ulej. Djersa i mbuloi ballin. Mendoi se ishte lodhje, por dhimbja nuk po largohej. Në spital mjeku i hodhi një vështrim të shqetësuar analizave. Duhet të bëjmë disa ekzaminime shtesë, tha ai. Ka diçka që nuk më pëlqen, Arbeni gëlltiti për shtymën, për herë të parë frika ju kthye. Jo nga varfëria, jo nga puna, por nga ideja se ndoshta koha nuk ishte në anën e tij. Një premtim ndaj vetes në dhomën e spitalit, i vetëm Arbeni shikonte tavanin. Nëse nuk i marr kur ato 5 milion euro, mendoi, dua të di që jetova ndershëm. Që u bëra njeri. Ai shtrëngoi grushtin, nuk do të dorëzohem, pëshpëriti. As tani qyteti ishte zgjuar herët atë mëngjes. Diçka duke ndryshe në ajër. Arbeni e ndjente. Ndërsa shtynte karrocën e tij të pastrimit përgjat bulevardit kryesor. Shikimet e njerëzve nuk ishin më të njëjta. Nuk kishte më përbuzje, as mëshirë. Kishte kureshtje. Dhe respekt të fshehur. Prej disa javësh një lajm po qarkullonte në heshtje. Pastruesi i rrugëve nuk ishte thjesht pastrues. Arbeni nuk e dinte kush e kishte nxjerr sekretin. Ndoshta ndonjë shok shkolle, ndonjë gazetar kureshtar, ose ndoshta vetë jeta, që nuk I mban dot të fshehta të vërtetat për shumë gjatë. Një burr me kostum ju afrua. A je ti Arben Kodra? E pyeti, po, jam gazetar. Dua të bëj një pyetje të thjeshtë. A është e vërtetë që ti je djali I milionerit Ilir Kodra? Arbeni u ndal. Mori frym thellë. Kjo ishte ajo që kishte frikë, dhe njëkohësisht ajo që e dinte se do të vinte. Po, tha qetë. Është e vërtetë, gazetari mbeti pa fjalë, dhe ti punon këtu me dëshirë, jo me dëshirë. Me kusht, artikulli doli të nesërmen. Titulli ishte I madh. Trashëgimtari milioner që zgjodhi fshesën, jo zyrën. Por Arbeni nuk e kishte zgjedhur. Ai e kishte pranuar në punë, reagimet ndryshuan. Disa kolegë u ndjen të tradhtuar. Pra, ti na ke parë gjithmonë nga lart. I tha një pastrues I vjetër, jo, ju përgjigja Arbeni. Ju më keni mësuar si të shoh nga poshtë lart, të tjerë mbrojtën. Ai ka punuar si ne. Nuk ka bërë sikur, por tani bara ishte më e rëndë. Njerëzit prisnin diçka prej tij. Komentet në rrjete sociale shpërthyen. Disa e quanin hero, disa mashtrues, disa thjesht një eksperiment të dështuar të një babai të ftohtë. Iliri, babai I tij, e lexoi artikullin në zyrën e tij luksoze. Nuk buzëqeshi, nuk u zemërua, po afrohet fundi, tha me vete. Ai e thiri Arbenin në shtëpi për herë të parë pas shumë kohësh. Shtëpia ishte po aq madhështore sa dikur, por Arbeni nuk ndihej më I vogël në të. Tani të njohin, tha Iliri. A mendon se kjo e bën më të lehtë apo më të vështirë? Më të rrezikshme, u përgjigja Arbeni. Sepse tani mund ta humbas veten, Iliri e vështroi gjatë. Kjo ishte pyetja e fundit e provës, ende ka provë? Pyeti Arbeni, ende ka një vendim, tha babai. Dhe nuk është vetëm I imi. Arbeni u largua atë natë me mendime të rënda. Trashëgimia ishte afër, por pyetja nuk ishte më a do t'i marr 5 milionat. Pyetja ishte, a do ta pranoj botën siç është apo do të përpiqet ta ndryshoj? Arbeni qëndronte në mes të sheshit kryesor të qytetit, me një fshesë në dorë, ashtu siç kishte bërë për muaj të tërë. Por sot gjithçka ishte ndryshe. Nuk ishte më turp, as lodhje që e përkulte shpirtin. Ishte vetëm qetësi. Një qetësi që nuk blihej me para, qyteti po zgjohej. Dyqanet hapeshin, njerëzit nxitonin drejt punës së tyre. Shumë prej tyre e njihnin tashmë Arbenin. Disa e përshëndesnin me respekt, disa me buzëqeshje, të tjerë pa e ditur historinë e tij. Por duke ndjerë diçka ndryshe tek ai, në xhepin e brendshëm të gjaketës së vjetër mbante një zarf. Ishte letra e fundit e të atit. Bir, nëse po e lexon këtë, do të thotë se e ke përfunduar rrugtimin. Jo rrugën e fshesës, por rrugën e njeriut. Parat nuk ishin prova. Ato ishin vetëm mjeti. Prova ishte karakteri yt. Arbeni mbylli syt për një çast. Babai nuk ishte më, por zëri I tij jetonte brenda tij më fort se kurrë. E vërteta zbulohet mesditë, bashkia kishte organizuar një ceremoni të vogël. Askush nuk e dinte arsyen e vërtetë. Media ishte aty. Kryetari I bashkisë foli për dinjitetin e punës, për njerëzit që mbajnë qytetin gjallë pa u parë. Pastaj tha emrin e Arbenit. Një murmurim kaloi turmën. U shpall publikisht kushti I trashëgimisë.
Historia e milionerit që I la djalit 5 milion euro me kushtin që të punonte si pastrues rrugësh. Gazetarët mbetën pa fjalë. Kamerat u drejtuan nga fytyra e tij, jo më arrogante, por e fortë, e qetë, e pjekur. Parati fitova, tha Arbeni, por ajo që fitova më shumë ishte vetja. Vendimi që askush nuk e priste, gjithë prisnin që ai të largohej menjëherë, të linte punën, të hipte në një makinë luksoze dhe të zhdukej nga sytë e qytetit. Por Arbeni nuk e bëri. Ai njoftoi se një pjesë e madhe e trashëgimisë do të shkonte për fond arsimor për fëmijët e punëtorëve, një pjesë për përmirësimin e kushteve të punës së pastruesve dhe pjesa tjetër për të ndërtuar një biznes social, ku paga dhe digniteti të ishin mbi fitimin. Babai im nuk donte të më bënte të pasur. Tha ai, donte të më bënte të denjë. Trashëgimia që nuk matet me euron mbrëmje. Arbeni u kthye në rrugën ku kishte filluar gjithçka. Mori fshesën për herë të fundit, jo nga detyrimi, por nga respekti. Pastroi disa metra, pastaj e mbështeti në murqielli, ishte I qetë. Yjet dukeshin më afër. Ai e dinte tashmë të vërtetën më të madhe të jetës. Njeriu nuk trashëgon para për të bërë I madh. Ai rritet për të qenë I denjë për atë që trashëgon. Dhe në atë moment, Arbeni nuk ishte më thjesht djali I një milioneri, ishte një njeri I plot.